Ti që justifikove, jo po nuk i lyej sytë se nuk kam furçë, sot i lyesh me këtë, nuk di si ta përshkruaj, mbase ngjyrë ide, por si shihet e ky syri, ka dalë shumë bukur. Tani më ndjen këtu, e mbyll syrin edhe e mbështet dhe thjesht e tërheq. Bëjmë një vidhe tek pjesa e poshtme. Mundohu ta mbushësh komplet të pjesën që është rreth qerpikëve. Po të njëjtën që kam, do ta vendos këtu tek fillimi i syrit dhe tek pjesa këtu poshtë. E përhap edhe këtu. Me anën tjetër që është e pastër, do vazhdoj të pastroj këtu ku nuk e dua të përhapur. Tani të duhet një furçë e tillë me concealer, sepse duhet pastrojmë këtë zonën këtu. Një me gisht, paksa gold, e vendos këtu ku e kam lënë bosh. Sa bukur që del. Edhe pak këtu. Lapsi i zi, pjesa lart edhe poshtë e syrit. Gjithmonë pak kështu. Kthem qerpikët. Maskara. Për t'i dhënë më tepër dimension, një tufë qerpik tek pjesa e fundit. Ky është përfundimi me një paletë të vjetër dhe pa furça fare. Unë e di që pas kësaj videoje ti do blesh jo vetëm paletën, po edhe furçat.